Nuk e di nëse duket lumturia në fytyrën time, por jam shumë e lumtur sepse ju i keni parë vajzat, sepse unë i kam pasur në lidhje Skype direkt nga Italia, janë vlogerët më të njohura shqiptare për momentin, bëjnë namin me videot e tyre, Stesi dhe Eleni Zylfo. Mirëmëngjesi. Jam shumë e lumtur që ju kam këtu, po i thoya edhe vajzave. Komplimente. Faleminderit. Jeni veshur kaq bukur, jeni veshur të dyja një lloj si gjithmonë. Kush e mendon veshjen më shumë nga ju të dyja? Apo të dyja jepim me dyja? Të dyja. Edhe mami na ndihmon shumë me rroba, sepse na jep disa këshilla. Kjo është më e bukur, vjurin shumë bukur ke ngjyra këto edhe na ndihmon mami, por të dyja. Pak e pak. Gocat kanë disa ditë që kanë ardhur në Shqipëri, edhe ne kemi kënaqësinë e madhe që ti kemi këtu në studio. Goca në Shqipëri çfarë ju pëlqen më shumë për shembull, që me ziprisni kur vini në Shqipëri që thoni, "Okej, bëjmë këtë gjë." Unë njerëzat se na ndalojnë edhe ushqimi. Po, ushqimi është një gjë fantastike. Ua, çfarë pëlqen shumë nga ushqimi shqiptar? Mua byreku. Byrek, dia që do thoje, byrek. Eleni. Unë pak krete, po më shumë pilafe. Më shumë pilaf? Po. Çdo herë pilaf, në çdo restorant unë dua pilaf. Do me thënë, pilaf si në Shqipëri nuk bëhet në Itali ose. Jo fare. Jo. Këto është mrekullueshme. Do me thënë, ushqimi ju pëlqen shumë edhe njerëzit që ju ndalen shumë njerëz për shembull tani që keni ardhur ju përshëndesin. Po, na ndalojnë proprio me shumë alegri. Zemrat e mia, kush kam takuar unë, janë shumë të embur. Ju duan shumë sepse komentet janë fantastike në videot tuaja, unë besoj që tashmë gjithë shikuesit tanë e kanë bërë subscribe, nëse jo, kanë kanalin e tyre Stesi dhe Eleni Zylfo në YouTube, shkoni direkt tani bëni subscribe gocave, sepse kanë video fantastike. Video si kanë ecur, jeni të angazhuar, sepse jeni ndë në shkollë, edhe ndoshta duhet ta ndani kohën, si e bëni këtë ndarjen? Video, shkollë, angazhime, detyra. Organizohemi pak, sepse si ke thënë ti, është shumë studimi edhe videot. Ne do bëhemi para studimi sigurisht, mrapa videot, por po na merr shumë kohë videot. Disa herë nuk, tani se filloi shkolla, përpara veshim 2 video në javë. Tani 1 video në javë. Është ullur numri. Mundohet. Do që në javë të keni një video, sepse ju presin shumë aty shikuesit tonë, mezi presin atë notifikimin që vjen, edhe unë i kam gocat subscribe, dhe gjithmonë më vjen ai notifikimi video. Faleminderit. Faleminderit juve që na sillni e momente kaq të bukura. Po mirë, tani që jeni kaq të njohura, që njerëzit ju ndalojnë, si është ndjesia për shembull? Se unë se kam provuar, nuk e di, s'më ndalojnë njerëzit. Nuk di si m'ja shpjegu, proprio jemi krenare. Për këtë gjë se jemi tu realizuar unë, Eleni edhe mami me babin edhe Beatrishën na ndihmon shumë. Proprio jemi krenare, jemi shumë happy. Happy, të lumtura krenare. Po, shumë. Do më thëmë për veshjet më thatë, kujdeseni të dyja, jeni kështu gjithmonë të kuruara, visheni një lloj. Po për shembull ka ndonjë gjë që ju të dyja thoni vini në mos dakord, kështu nuk jeni dakord me njëra tjetrën. Ka disa gjë flokë. Atëherë. Eleni do të thonë. Ke flokatën, sepse ku Stesi i do të libra, nuk di si me bishte. Po, të libra, unë i du kështu. Edhe flokët i keni një model gjithmonë, o zemra të bukura. E kështu të bim pak më shumë në sy. Vjeni më shumë. Veshura njësoj edhe flokat njësoj. Atë proprio... Po mrapa do të bëjnë si i thot Stesi. Si thot mami. Po, do më thënë merret një vendim, le të themi ju e mendoni të treja mirë, dhe pastaj vendosi të treja. Eleni të kanë thënë, unë ja kam thënë, po do e pyes kështu live tani, që dukesh si modelet e Victoria's Secret, edhe në shikoj, të lutem e nea, të kaloj pa kamerën të Eleni dhe ka një fytyrë vërtet si e Victoria's Secret. I ke para ato modelet sa të bukura janë, që janë modelet më të bukura në botë? Faleminderit. E vërtet janë shumë të bukura. Shpresoj të bëhet edhe Eleni. Shpresoj të bëhet, dhe Stesi jeni ju jeni shumë bukura dhe mbi gjitha. Faleminderit shumë. Doni sjellni shumë pozitivitet në për video, po përsa i përket shkollës, për shembull, çfarë lëndë keni të preferuar? Unë anglisht, edhe frëngjisht. Edhe frëngjisht? Po, shumë. Din të flasësh? Diçka të vogël? Jo, që jo shumë. Edhe kam partur, nuk e... Edhe matematika pak, më pëlqen. Edhe sepse tani të klasat e 7, në Itali nuk është se ju filloni të dialogu, të bërë komunikime, por mësoni gramatikën më shumë, jo fjalët. Okej.
Kurse mua me pëlqen shumë shkencë, edhe matematika, nuk jam shumë bravo, po mundohem ta kuptoj, për me pëlqen. Sa mirë, do më thënë ju pëlqen matematika, sepse matematika është lënda që urejnë shumit, nuk i pëlqen shumica e studentëve dhe ju e pëlqenin në këtë rast. Sepse është shumë është e sakt, e drejt, direkt, nuk ka shumë për të menduar si ta zgjidhim. është një dhe bo. është një dhe bo. Po me motrën e vogël Beatricen, do më thënë, Beatrice quhet apo jo? Po, emri shumë i bukur. Faleminderit. Si e keni përjetuar këtë ardhje në jetë Beatrices? Se është motra e vogël, ndoshta kujdeseni pak më shumë, mami dhe babi ndoshta kanë atë vëmendjen. Ju si e përjetoni? Me thënë drejtën, deri se ka ardhë Beatrice, familja jemi kretë shumë bashkë, kemi shumë uniti. Jemi shumë bashkuar. Po. Me vërtet edhe të videot, o gjithmonë aty Beatrice, kretë familja bashkë, na ka pru shumë fatë. Ju ka pru shumë fatë? Ua, sa bukur flet Stesi! Të vdes, na ka pru fatë, thot. Po, absolutisht po, sepse pata shumë fatin e mishë të takoj pak Beatricen se kemi në prapas kemi mamin dhe me babin dhe një fëmijë shumë e bukur ashtu si dhe gocat. Kur të rritet dhe pak Bea, mendoj që do ta përfshini në video të tuaja. Kemi shumë dëshirë tani do ide. Ide po, kemi shumë dëshirë të vje dhe jetë videot e tonë ose të hapi një kanal tjetër në vetje, sepse është e bukur ka. Për tani është shumë e furbo, edhe sekondo me ka për të rritur edhe ma shumë se ne, edhe ndoshtë edhe me hapi kanal vetëm. Të të bëhet edhe ma famë që si ne. Ju sa qenë keni dhe biznesmene, mendoni strategjit e marketingut, ajde gocat, ajde nuk e di, jeni shumë të avancuara. Do me thënë, pse jo të mos hapi, kurse ju të dyja duam të shohim bashkë. No, unë me Eleni bashkë, sigurisht nuk do të lejmë asnjëherë. Më duket se Eleni herën tjetër kur kemi pasur lidhjen Skype, ka thënë që do të bëhet prezantuese. Jo, Stesi. Stesi, më falë. Falë gjithmonë, okej. Stesi prezantuese. Stesi, për shembull çfarë programi do doje të kishe ti? Me pas njerëz të famshme, ti bërë intervistë, si ty. Si unë, okej. Do të pëlqente në mëngjes, në drekë, në darkë, apo se ke? Ma shumë në darkë. Në darkë, okej. Po. Nuk di, më pëlqen ma shumë edhe ka edhe ma njerëzët. Vazhdo me biznes. Si më duket si të bësh biznesmen, që si e ke nisër. Nuk është kesh edhe. Bizneswoman. është shumë ide e mirë. Kështu që, do me thënë, Stesi, absolutisht që nëse ti ke një show televiziv, unë do vje paftuar. Ska nevoj, do vje aty do të Stesi, në qëfar do të bëjmë një emision bashkë. Po, Eleni? Me modën, goca mereni se shumë bukra jeni vishën një loj, pëse mos ta bëjnë edhe një brand ose diçka. E keni menduar për shembull? Po, kemi provuar, por ishi shumë largë nga ne. Modele, është të thënë Eleni. Po, modele. Kurse se jeni edhe shumë të, ndoshta ka kohë edhe për modelingu, se modelingu mund ta bësh dhe 20, dhe 22, dhe 25, e bën kur do, se shkolla ka ato prioritetet e veta. Po. Do më thënë, Eleni është më shumë, ndoshta mbas fotoshooting, ose ndoshta do ishte më e dhënë, ndoshta ti tek prezantimi? Po. Okej. Po mirë, në kohën e lirë, çfarë bëni, për shembull? Përveç se bëni videot, okej, sepse ato i bën edhe sepse publiku ju do shumë edhe ju jeni shumë të fokusuar tek ajo, po diçka një aktivitet që keni shumë qejf ta bëni, ndonjë sport ose diçka. Unë bëj danca, kërcime, hip-hop, por tani se është Covid-i do bëj vaksinën ose tamponen edhe me thonë drejtën s'kam këtë kohë me hik gjithmonë me bërë tamponen edhe këtë gjë. Me thonë janë akoma pak mydhe, sa të hapim pak do hik edhe one. Kurse Eleni... Unë bëj gjimnastikë, por si Stesi nuk e bëj më për Covid-in, po do të filloj me bë prapë. Okej. Okej, Covid-i le të themi gjithve na ka lënë pak disa gjëra pa bërë, po gjithsesi besoj që do kthehet në normalitet. Kështu që merreni dhe me sport, merreni dhe me gjëra tjera që u bëjnë absolutisht shumë të lumtura. Po në të ardhmen, përveç kësaj që thashun që okej, fotomodele ose keni ndonjë ide se çfarë ju pret në të ardhmen, ose diskutoni me mamin, me babin, ju pëlqen e ardhmja në Itali, në Shqipëri, si e mendoni? Me thënë drejtën, mua me pëlqen edhe këto në Shqipëri, sepse jemi personazhe publik këto në Shqipëri. Edhe aty në Itali në ndalojnë disa vajza. Po jo ka shumë si këto. Jo ka shumë sa në Shqipëri, sepse në Shqipëri u ndjekin absolutisht shumë, okej? Dhe fakti që jeni personazhe publik në Shqipëri, mund t'ju bëj që të vini këtu në të ardhmen? Shpresoj, nuk e diet. Tani,
Shkollën dua me mbaru aty tani, sepse... E kemi fillu aty thuaj? Po, të mbarojmë aty. Ndoshta kur të mbarojmë shkollën nuk i dihet. Okej, ndoshta merrni të ndonjë ofertë nga një televizion ose nga një që të vinë motrat Zylfo dhe të bëjnë namin në Shqipëri? Shpresojmë. Shpresoni. Nuk i dihet. Okej. Po në Itali, për shembull, çfarë ka një gjë që juve ju pëlqen shumë në Itali dhe thoni, okej, e dua Italinë për këtë gjë? Me thënë, Mu në pëlqen shumë se nuk ka shumë trafik si këto në Shqipëri. Edhe më pëlqen kjo gjë, se është ma... Quindi pëlqen rregullat. Po. Okej, super. Nuk ka shumë rumuj si këto. Në Itali, me thënë drejtë, një gjë kështu ndoshta vendat, por edhe këtu në Shqipëri ka venda shumë të bukura. Nuk e di, njerëzat jo. Sepse këto në Shqipëri njerëzat janë shumë, ti hi me një dishane, të presin me shumë dashuri, kështu. Kurse ato në Itali janë, s'kam proprio volja me punu. Okej. Që sa bukur kjo gjë dhe që sa bukur e tha Stacey në pak këtë gjë dhe vuri re një detaj që ndoshta ne shqiptarët shpesh herë nuk e vlerësojmë tek vetja, fakti që jemi shumë mikpritës, i mirëpresim njerëzit dhe kjo gjë nuk ndodh në gjitha vendet dhe sa mirë që ke bërë këtë analizën. Domethënë për sa i përket mikpritjes shqiptare, juve goca ju pëlqen shumë. Po. Okej. Po mirë, te shkolla, për shembull, ka pasur raste që ndoshta ndonjë vajzë që ka pasur natë nga suksesi, nga fama, se me famën janë dhe këto gjërat ndoshta të pak të zilis. Ka pasur ndonjë vajzë që ka bërë ndonjë koment negativ ose ka thënë diçka që juve s'ju ka pëlqyer? Atëherë, komentat, një gjë se u ka bërë publike, nuk e kam bërë, sepse... Okej. Por, ndoshta të në shkolle, kur kemi bërë një video me Lenin, te klasa ime vazhdun të folë, sepse kanë shumë i natë, edhe sepse folim Shqipe, ata dun se folim italishtë, edhe kam propi i natë, se unë me Lenin ato jemi të hap një rrugë për vete për futurën, po për të ardhmen, për të ardhmen tone, kurse ata i rinë atë të folë veç për ne, është normal se ju po folni për ne, është që... Se dhe një dashuri ke lindur për të udhëhequr dhe jam e bindur që do jesh shumë e suksesshme, më vërtet shumë të zgjuara vajzat. Po mirë, ju dhe lexoni për shembull në kohën e lirë, keni kohë që të lexoni apo për te librave të shkollës, se tani TikToku, Instagrami, YouTube, ndoshta nuk është shumë kohë, apo mundoni që të lexoni edhe një herë libra, si është? Po, disa herë po. Infatti, unë sa lexoj Leni, Oste s'poleja të libri, një gjithë kohën aty leje të ndalim pak hajnë një... O me vërte, unë e gjeja të këdhoma kështu. Me librin dorë. Oste, s'leje pak librin, që i të bëfra për të? Sa të mira, ja. Okej, dhe ti do me thënë e të rejshu të dili të bëni do një gjira. Po. Mundohet. Mundohet, por ti që se si librat nuk i la. Jo. No. Para du të mbaroj. Okej, super goza. Do me thënë, Elini do mësosh edhe frëngjisht. Herën tjetër kur të kem në studio, dua të flasim pak frëngjisht. Unë nuk dim fakt frëngjisht, pra një. Po do mësoj dhe unë dhe të pëlqen shumë gjua e frëngjishtes, është shumë e bukur. Më pëlqen shumë. Edhe Stacey, ke ndonjë ide për video, se bën shumë video të bukura editimet. Ndodhin ndonjëherë gjëra spontane ose për shembull gjëra që ndodhin, ju i filmoni dhe pastaj njëra don t'i postoj, tjetra nuk don t'i postoj. Se ndodh edhe me një foto me një shoqë, për shembull ndodhja mos e postoj, jo postoj. Me të Stacey jemi gjithmonë dakord. Është mami ti disa herë se nuk do. Okej. Do të thotë ju jeni gjithmonë dakord për bërë gjëra të bukura, risi, gjëra të reja. Po. Ndoshta jo te videot, unë me Lenin te video jemi gjithmonë dakord. Ndoshta pak te fotot. Ostej, po ti vre vetëm veten tande, nuk më shikon mua. Është kështu, Stacey. Është kështu zemër sepse gjitha shoqet kështu janë, dhe gjitha motrat kështu janë. Mos të duket sikur është vetëm Stacey. Gjitha duan që të dalin, megjithëse ju jeni shumë yje të dyja dhe jam e bindur që çdo foto që bëni është shumë e bukur. Pra në Shqipëri, nga Shqipëria do largoheni, kur keni plan të ktheheni sërish? Ne do kthehemi nesër mëngjes. Të ktheheni në Itali, po pastaj do udhtoni sërish për Shqipëri, keni ndonjë plan për verën ose për vitin e ri? Për verën nuk sigurisht. Por për vitin e ri nuk e di. Shpresoj, kam shumë dëshirë me festu këto vitin e ri, me nonen. Do keni dhe familjarët? Kemi vetëm nonen këtu. Nonen edhe motren e babit.
Okej, dhe kur vini, rini me ato, jeni... Okej, super farë. Nuk keni qef ta fisoni vitin e ri këtu, e doni shumë Shqipërinë, me sa posh... Nuk e di se po, unë po bëj një parashikim live që gocat e të ardhmen do kthehen në Shqipëri. Që ta mbajmë që dokumentuar, që nëse unë e gjej pastaj, do bëjmë do një gjë. Okej. Edhe komplimente për veshjen sot. Faleminderit Një veshje shumë bukur, me pysylyqe, me gjëra thonjtë e kuruar, nuk e di këto vajza deri në detaj, me pak shumë make-up, shumë pak. Po, për shembull, make-upin e keni qef son kursa e vogël, ju jeni, nuk jeni shumë të vogla, jeni aty, drejt rritjes. Kisha shumë qef që të lyesh, atë bëja ndonjë make-up të lehtë. Eleni është shumë. Ti ndoshta më shumë sportive. Mua me thënë drejtën nuk, me pëlqen të shikoj tjertë, po te mu veç që pak rimel edhe bol. Pak rimel edhe bol. Po, me dalë, po edhe orën, por me një të shtëpi, me po disa make-up, me pëlqen. Eleni lyet shumë mirë, lyet me vërtet shumë mirë. Mund të konsideroj dhe pjesën hajde, make-up artist për shembull, se ti do ishe shumë rahat se të lyen Eleni, asa mirë do ishe të kisha një modë make-up artist. Bëje! Për shumë make-up artist mund ta bësh, Eleni. Unë e ndjej që ti mund të jesh një super make-up artist. Okej, do ta mendosh. Sepse është në fakt një gjë që po bën shumë namin edhe pse jo nëse Eleni bën, domethënë rregullohet mirë. Por më pëlqen më shumë me bë aktrim. Aktrim? Po. Ku po qenë të aktrosh për shembull nëpër filma? Po, me filma. Serie TV. Me thënë drejtën, ti thuj sha, ke fillon të sha. Okej, hajde ta bëjmë. Jo, Nuk e prish me kapin. Okej, do bësh ndonjë gjë për shembull, unë them ty që bëj si e mërzitur se për shembull u anulluaj emisioni sot. Do e bësh? Hajde, se ndoshta, bëje se ndoshta janë të qiku disa... Po, ndonjë regjizor i famshëm. E mrapa të thyrë mrapa. Ja, hyrin e gjëndje, prit. E bëri shumë shpejt. Eleni, bëje pak e mërzitur, ne nuk do flasim fare, ti e mërzit. Wow, qa portreti. Bravo. Është e papar, është aktore. Po për shembull aktore teatri, dil nga roli tani. Se po më shikon ashtu tash mos u mërzit me mua. Po aktore në teatr do të pëlqente? Në teatr, jo shumë, por... Por me thënë drejtën, aty fillon. Që ti hik te teatri, edhe nga ty fillon. Por nuk është kaq e bukur te teatri. Po se është dhe më e vështirë se pjesa filmit, do t'i mbash mend. Po, vërtet. Do me thënë, Stacey je shumë e përgatitur, din shumë informacione nga gjitha fushat, edhe më duket sikur po flas me dy zonjusha të rritura, edhe unë këtë papritur më duket sikur i kam moshatare dhe tani do filloj dhe i them shiko se këto e në hallet që kemi. Por jemi live edhe do presim video të tjera të bukura nga ju vajza? Po, sa shumë. Keni ndonjë ide që të ndani me në ndonjë gjë të bukur? Atëre, kur të kthehemi në Itali, po në Shqipëri. Në Itali, unë do editoj kretë video se kemi bërë këto në Shqipëri, edhe sigurisht do kemi, besoj 5 video në Shqipëri. 5-4 nuk e di tani. Por, në bas këta video, s'kemi fari, që nuk e dim akoma qëfar video do bejme. Do me thënë, gjitha videot që keni filmuar në Shqipëri nuk keni nxjerrë akoma asgjë. Asgjë, jo. Do me thënë, gjithë shikuesit tanë po presin qëfar keni bërë në Shqipëri. Sepse unë kur jam në Shqipëri du me shitit, nuk du me një të në shpi të editu, kur jam në Shqipëri du e maj... Super ide, bravo. Do me shion udhëtimin kur shkon që ke pak komo të lirë i editon. Po, e vërtet. Fantastike, shumë bukur goca. Qaj të them tjetër, ndosha do fokusoni pak të kamera dhe për shembull të thoni diçka të dyja në të njëjtën kohë, se dua ta shoh live të momentin se kam parë se s'kam pëlqyer shumë. Për shembull mund të thoni, çfarë doni të thoni diçka? Do të thoni që sot jemi këtu te dritarja. Okej. Sepse të herën tjetër e ngatrume dhe bëjmë intro kemi bërë. Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në kanalin tonë. Keni bërë, doni ta bëni aty apo doni të bëni që përshëndetje gjithëve, jemi në Dritare TV live. Okej. Të bëjmë intron e tonë, të bëjmë si jemi të hapur një vlog. Okej, bravo. Do të shikojmë atë. Do të shikoni këtu. Okej, 1, 2, 3. Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në kanalin tonë. Unë jam Stacey. Unë jam Eleni, bashkë kemi Stacey Renizin, po sot e kanalin jonë kemi bërë një super vlog. Sot në këtë vlog do hikim tek intervista tek dritare.net. Live. Po, live. Jemi ftuar nga Pamela. Bravo! Faleminderit. Super parë dhe thoni kështu në sinkron.
Perfekt, goca, shumë faleminderit që Faleminderit. jeni shumë të bukura, ma keni ndriçuar studion sot. Dhe unë i thash dhe gocave që sot bëra një veshje që t'jem në nivelin e gocave që vishe. Faleminderit. Edhe udhtim të mbar, suksese sa më shumë, bëni subscribe siç unë ju thash, ndiqeni këshillën time sepse do kënaqeni shumë me gjitha videot që vijnë direkt nga motrat. Faleminderit shumë dhe jeni shumë të bukura, shumë të zgjuara. Ju uroj suksese dhe sa më shumë gjëra të bukura. Faleminderit. Je ju. Edhe ju jeni yje. Të dashur miq, pas siglës do jemi sërish bashku sa t'i përcjellim pak gocat e bukura.